Kort, miq të dashur, faleminderit për këto pamje. Regjia jonë tani na konfirmon nëse do të vazhdojmë me telefonatët apo do të spostohemi te koncerti i si tha Zeqineja? I Kanye Westit. I Kanye Westit. Të lutem ma konfirmo regjia sepse kam edhe telefonatat nga Gjermania që do të më pres patjetër. Por ndërkohë unë të përfitoj vetëm për një lajm të vogël nga këto të parëndësishme të fare. Do të dëgjoj edhe telefonuesin nga Gjermania, jepi. Në Belishov, problem mungesa e rrugës, banorët kërkojnë zgjidhje nga bashkia. Gabim bëjnë. Alo, mirëmëngjes Gjermania. Përshëndetje, urime për emisionin. Më thuaj. Desha të flas për protestën. Do të thënë, kur ne duam të flasim për protestën, ju flisni për opozitën, dhe kur ne duam të flasim për opozitën, ju flisni për protestën. Interesante është. Po, unë desha të flas për protestën edhe për patriotët e mi. Po folë për çfarë duash. Njeri përshëndes protestues. Kam një vretje, unë jam Dibran, kam një vretje për Dibran të mi. I ulëm vlerat. Ka ra Dibra në Ulsin, e i ulëm vlerat. Më vjen shumë turp me e thonë vetës Dibran. Do ndihesh më mirë nëse të them që në fakt Belinda e kontrollon edhe Dibrën? Të shim, thash, më vjen ullje, kush ka qënë Dibra, dhe që burra shka pas Dibra, më vjen ullje. Okej. Sepse, që kur a i Zagari si a i gjati edhe tha, grave Dibrës, e vëzave Dibrës, do ha zemrën, dhe pas qënë burrat e Dibrës, si kur kanë qënë, nuk e kështë e kaluar qafën e bullit. E mos se nuk mbajtin qëndrim as ke Shukriu, që për para, jo, të kjo e fundit të shi. Ore, ti me thonë kash, se këshin qënë burrat, si kur kanë qënë burrat e Dibrës, A unë basa. a i se kështë e kaluar qafën e bullit. E kuptoj. Në Dibër ka qënë një ferë doka, a i faktike ishte agent. E ne vinë Hazhileshi, e ne e shtin polisë të tonë, largohu. Ki thotë, jalla lema or Hazhaj, thotë. A të je, thotë Hazhileshi, po. Thotë, të se do një babajat me dy sy, jo e boket i me një sy, or Hazhaj. E kuptoj. Dakor. Jo, e t'japëm votat që 4 herë i kemi dhënë votat këti Zagar, e rrim Dibra në heshte në vjenullje, pa shumë zotë në vjenullje. Si t'ja kesh dhënë votat 4 herë, vlajim. Ndoshta ke treta e vërteta mund t'ishit shtilu pak? Po jo ti, sigurisht. Qytetarët e tjerë. Dakor, faleminderit. E përshëndesim mikun tonë nga Gjermania dhe nga Dibra njëkohësisht. Metafore jashtëzakonshme, ma Dibra ka rënë në ulësi. Ultësira lindore. Dakor. Manjos. Tash më e pak atë foton e Ramës dhe foton e kopje. Por sigurisht përmbajtja e fjalëve është ku e ku me Hugh Grantin. Sa bukur? Bukur shumë. Edhe shkon. Po këto filma ka parë. E diti që ky shef filma gjithkohës? Këto bëhen dhe jashtë? Bëhen dhe filma, bëhen dhe seriale. Dakor, por Kanye Westi që falenderoi Ramën për koncertin dhe stadiumin që i ndërtoi. Tani ndërtoi një stadium vetëm për të. Më në fund e kapi një status ka që kishte fiksimin Rama, një status nga Kani. Kaniu. Citojmë Zeqinejen këtu, ka një komshi Zeqineja me këtë emër prandaj nga tron. Kaniu për lexohet me q në gjuhë huaja dhe në persishtën e lashtë, më e pak 10-ën. Faleminderit Rama. E gjithë shqiptarët për që ndërtohet një stadium dhe më mirë pricet në vendin tuaj të bukur. Ka Ndërkohë, para kësaj, vendodhja e stadiumit të Shqiponjave, Eagle Stadium, ishte çik në Turqi? ishte pak në Turqi, po.